Më në fund, pak pozitivitet. Ja pra që niveli kampionatit shqiptar nuk që nga dhe aq keq sa mendonim. Ja pra që dhe niveli lojtarëve të Shqipërisë nuk që nga aq keq sa gjithë mendonim. Ajo që na pas ka munguar ka qenë niveli i trajnerëve. Një duartokitje madhe për Ilir Dajën dhe njëkohësisht për Nevil Deden. Ajo që ata po bojnë është thjesht fantastike. Dinamo ka barazuar sot 1-1 kundër Pafosit, ndërkohë nga ana tjetër Egnatia barazoi 0-0 ndaj Lillestrømit. Për ta nisur me Ilir Dajën. Me Ilir Dajën që ne kemi thënë 1000 herë që nëse Ilir Daja do të kishte të njëjtin impenjim siç e ka ndeshjet e Evropës, ose më saktë, nëse kampionati shqiptar do të luajë në bazë të ndeshjeve të Evropës, atëherë Ilir Daja me ekipin e tij do të dilte kampion javë përpara me 30 pikë përpara të tjerëve. Pa nisur ndeshja, Daja shikon e kronometrin duke me zije pritur këtë takim kaq shumë të rëndësishëm. Dhe ajo që u vu re në këtë ndeshje ishte fakti që në momentin e parë që Dinamo filloi të besonte realisht se mund ta mposhte Pafosin, aty ishte momenti që Dinamo thjesht e shkërmoqi Pafosin, por Dinamo e shkatroi tërësisht në pjesën e dytë Pafosin, pikërisht në atë moment kur doli nga loja David Luiz, kur doli nga loja njeriu i cili ka krijuar mitin e madh dhe njëkohësisht jo vetëm mit, por është dhe një mbrojtës me shumë eksperiencë dhe po i mbullte në jo pak raste lojtarët e Dinamos. Dhe në momentin e parë që ky njeri doli, që ishte diferenca e vetme mes dy ekipeve, Dinamo thjesht e shkatroi Pafos dhe me pak fat mund ta kishte fituar ndeshjen, ndërkohë nga krau tjetër Nevil Dede konfirmon se është një trajner guximtar si askush tjetër në Shqipëri. Më pëlqen shumë stili Nevil Dede sepse është i veçantë dhe i rrallë në llojin e vet. Unë madje mendoj se presidenti i Egnatias Dembrozi nuk e ka llogaritur një sukses të tillë të Nevil Dedes te Egnatia. Madje as vetë presidenti nuk e ka llogaritur, sepse nëse do të kishte bërë dhe 2 ose 3 përforcime tjera në skuadër, jam shumë i sigurt se kjo Egnatia do të ishte jo vetëm në grupet e Europa Ligës, por do të luante dhe një shans për grupet e Champions Ligës që në këtë sezon. Pasi edhe shorti e lejonte dhe mbi të gjitha ka një trajner guximtar. Ka mbetur impresionuar me një rast në pjesën e parë ku nga të shumta raste që Albaneze ka humbur sot, ishte një rast që Albaneze ka humbur, por më shumë se sa rasti i tij, ajo që më la pa fjalë ishte moment kur pasi sulmi të nisur dhe ishte kaluar mes fusha, ishin vetëm 2 lojtarë të Egnatias që po sulmonin zonën kundërshtare. Dhe brenda pak sekondash, si me magji, pasi topi ka shkuar në afërsinë e zonës kundërshtare, ishin më shumë lojtarë të Egnatias se sa lojtarë të Lillestrømit. Kjo tregon se çfarë qasje guximtare i ka dhënë Nevil Dede ekipit. Lojtarët nuk kanë frikë për të hedhur të gjithë në all-in, për të hedhur të gjithë në zonët kundërshtare. Dhe në ato moment ishin 5-6 lojtarë më pas se Egnatias, duke qenë më shumë se sa ekipi kundërshtar. Dhe kjo është një gjë shumë e rrallë në një kampionat në një Shqipëri.